Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Në gjithësi sundon sistemi i çift. Allahu i madhruar thot: I pastërt nga tmetat është ai që krijoi të gjitha llojat çiftet nga çka mban toka, nga vet ata dhe nga çka ata nuk dinë. Kur'an 36:36. Krijimi i krijesave në meshkuj dhe femra mbi rrezullin toksor është nga argumentet më të forta për ekzistencën e Krijuesit të Madhërisëm. Kështu njeriu është mashkull dhe femër. Kafshët janë meshkuj dhe femra, madje edhe bimët disa prej tyre mbartin organe mashkullore dhe disa të tjera elementet femërore. Kështu për shembull lulet e misit, disa prej tyre, pra të kollomoqit mbartin organin mashkullor. E disa të tjera ato femëror. Lulet mashkullore janë në majt e bimës, ndërsa ato femëror janë në kallirin e misrit. Kështu të gjitha pemet frytdhënëse dhe bimet me lule kanë lule pra mashkullore dhe femërore, me të cilat vazhdon pra jeta, rotacioni dhe cikli jetësor. Kujtoni rastin e Nuhut alayhis salam, i cili mori në anijen e tij të gjitha çiftet kur ishte duke u përmbysur njerëzimi. Dhe sigurisht kjo është një urtësi e madhe. Padyshim që sistemi çift është sistem i kësaj gjithësie. Negativja i korrespondon pozitives, elektroni protonit, simboli femëror X, simboli mashkullor Y, dhe e bardha femërore e ajo mashkullore e kështu në çdo gjë. Dhe ne e krijuam për çdo sendi dy lloje, mashkull dhe femër, që ju të përkujtoni madhështinë e Zotit të Madhërisëm. Kurani 51:49. Andaj kjo është një urtësive të Allahut të Madhërisëm, pra krijimin e çift, prandaj martesa dhe formimi i familjes, edhe kjo është prej urtësive nga Kurani dhe Suneti. Ashtu siç na mësonte edhe pejgamberi ynë i dashur Muhammed alayhis salam, që u thoshte të rive: ja mashari shabab, o ju të reja, martonu sa më shpejt në mënyrë që të krijoni familje dhe të leni trashëgimtar, besimtar në rrugën e drejtë, siratal mustaqim.